Procesi i rinumërimit të votave për qarkun Tiranë dhe Fier pritet të nisë javën e ardhshme. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi në një konferencë për media u shpreh se do të rishqyrtohen 610.301 vota të dyja qarqeve dhe procesi i rinumërimit pritet që të zgjasë deri në 20 ditë. Procesi do të zhvillohet në ambientet e pallatit të sportit dhe se do të realizohet nga stafi i KQZ-s dhe jo nga subjekte politike. Ky proces do të realizohet nga stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pra në dallim me këtë proces të zhvilluar pas përfundimit të votimit dhe nxjerrjes së rezultatit, i cili si proces dhe si procedurë është realizuar nga numërues dhe komisioner të caktuar nga partitë politike. Në këtë rast, i gjithë procesi do të realizohet nga stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pra, partitë politike nuk kanë asnjë lloj angazhimi në këtë proces. Sikurse mundet ta keni konstatuar, ka ardhur në këtë vendimarrje me kërkesë të dy anëtarëve të këtij organi, pasi janë vlerësuar pretendimet të subjekteve zgjedhore dhe të kandidatëve për deputet, bazuar këto pretendime në gjithë dokumentacionin që i është vënë në dispozicion atyre prej Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe më së pari prej pamjeve filmike të cilat ne ju kemi vënë në dispozicion. E them këtë për të evidentuar faktin që sistemi i administrimit, i mbikëqyrjes të procesit të numërimit dhe të tabelimit të rezultatit të zgjedhjeve ka funksionuar ashtu sikurse do duhet të funksiononte, sepse bazuar në ato të dhëna, ju është krijuar mundësia kandidatëve të ndryshëm për të ngritur pretendimet. KQZ-ja do të jetë deri në 2 javët e para të muajit gusht e angazhuar në procesin zgjedhor. Në konferencë për media, ndërsa dha detaje për rinumërimin, Ilirian Celibashi tha se kanë anuluar edhe ligjet vetore për stafin. Procesi i rinumërimit pritet të zgjasë deri në 20 ditë.